Që veç po pës, a jeni lop, a jeni budall, a jeni mirë në kry, a jeni të smut, a jeni qka jeni. Ka ardhë vera. Vera është e mirë. Vera na jep shumë të mira, dhe për thonë, vinë gërbeqartë, vjen diaspora, knashemi, po i ka dhe do aspekte tjera të këqija, se kemi shumë ma shumë zhurmë në për qytete. Kerët, gjatë tonë kohës, të përton, kërë kom qeni vogël, tonë kohën e kom pa që ka iniciativa që është më bo kerët me ma pak zhurmë, dhe më që me pak sa ma pak zhurmë, që mos me pas zhurmë në qytet, mos me kryu zhurmë e madhe pej të lovive, me qenë qytetet ma të qeta, ma mirë është edhe për zëgjë, edhe për kafsh, edhe për njerëz, edhe për stres, edhe për gjitha ato. Dhe shkojnë kerët ty po ma pak zhurmë, që ajo ka qenë qëllimi. Kerët me rrymë nuk bojnë zhurmë gati heq, bile i shtohet pak zhurmë veç që mu pa që është në rrugë që mos mu aksidentu. Po që ka po ndodhë kohëve të fundit, është një trend që vozicat po kanë qef mi pas kerët sa ma të zhurmshme. Për kundër faktit që gjithmonë kemi provu me pas kerët sa ma pak zhurmë, tash pi bojnë sa ma të zhurmshme, edhe vetë jeni dëshmitar që qëto natë në ndurë, në pas kësi zhurma, për tonë si petarde, të në kohën, qëtë natë, në për rrugë tona, me na pengu, edhe policia të flejtë, të thonë shteti të flejtë. Dhe në bashkë kësha po një pytje për këta njerës që i kanë këto kere, e di që ju knaqeni, po dikush knaqet edhe me gjujt me alti, nësë do më thonë me dalë midis qytetit me gjujt me alti. Dikush knaqet me gjithë shka, po a me ndoni nëherë për tjertë, a jeni qenje sociale, a jeni, bile njerë do isha me janis emisionit sot në mëngjes, po thash hajtë mos janisi me të keq, po me thonë, a jeni lop, a jeni budall, a jeni mirë në kry. Këto e në veç pytjo, nësë po thëmë kur gjohë tash, jo veç po pës, a jeni lop, a jeni budall, a jeni mirë në kry, a jeni të smut, a jeni qka jeni, abdina qasë shumë e keni qef me të regu që qfar kere e kom, po kur kush se din kush o mrena që aty në kërë, që i bëni ju zhurma, diçka, a nështë keni qasë shumë kompleksi që duni me të regu që e keni një kërë që i bënë zhurme, që i bënë pap, edhe unë jetoj në një rrugë ko gjatë frekventume të Prishtinës, në rrugën C, po ndodhë në 3, në 4 të mëngjesit, të ndodhë në 3, qëto zhurma që ta shi ndetëm, ndime dhe njëherë, në 3-4 të mëngjesit, dhe më thonë, ndodhë me pas kësi zhurma. Pashë qësi. Shumë shpesh. Tepër shpesh. Dhe policia s'bën për gjohë, në pashë më që ditë kja. Këtu e kemi lavdimin të flasim edhe pak për ta, nuk ka legjë për mduket në Kosovë, ka legjë për zhurmë, për nuk zbatohet. E pas që në Evropë është tiku 80 diçka decibel, 80 diçka decibel është shumë zhurmë e vogël. Ligjit të na është edhe të na normal, është në zëven evropian, është do thot me decibel që motës zhurma. E zhurma normale në komunikacion është 74 dhe 80 decibel. Biseta që bisedojmë është 60 decibel. Motorat, motocikletat me do thot elektrik janë 30 dhe 50 decibel. Që për më di që është në rrugë. Ndërsa kjo ndryshon nga pak, sepse kemi shamull motocikletat, se zakonisht zhurma është ma shumë të motocikletat se sa të veturat. Shamull të motocikletat, shamull me vëllim 125 kubik, shamull është shamull dikun rrëth 80 decibel. Po nëse është mbi 600 kubik, mund t'je dhe 105 decibel për shkak që fuqis të motorit, që është pa mund shumë shamull t'i ullit aja zhurma e decibelve në 105. Por motorat sportiv shkojnë do të 105 dhe 120 decibel. Do të në prodhim, kur prodhohen, shkojnë do të 105 dhe 120 decibel, sa që edhe policia nuk mund të me denua nëse është motor sportiv, edhe është deri në... Fabrikisht, kuptohet. është deri 120 decibel. Nuk janë decibel, do të thotë, vetëm një numër të jetë për gjitha llojet e motorëve.